Prokuroria e posaçme kërkoi ditën e sotme heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren dhe deputeten e Kuvendit të Shqipërisë zonjën Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë vendim kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Si e pritet këtë lëvizje të SPAK-ut ndaj Belinda Balluku? Lëvizje e paralajmëruar. E diskutuam radhës tjetër kur gjykata mori atë vendim që hodhi poshtë vendimin e GKK-s, duke e rikthyer Belindën në detyrë. E u thash që është plani B i prokurorisë për të vepruar tashmë në mënyrë tjetër dhe për të drejtuar kuvendin për të hequr imunitetin për të marrë lejen, më mirë themi, të Belinda Ballukut për të marrë masën e sigurisë arrest shtëpia ose arrest në burg, varet pastaj nga kërkesa që bën SPAK-u, por një veprim i duhur i SPAK-ut dhe një goditje tjetër e Ramës, pasi atë që thash në momentin që gjykata kushtetuese mori vendimin për mos pezullimin e Belindës nga detyra, Rama nxori atë të famshmen goditje gjoja sikur ky kishte ardhur BKH-ja me arme, me bërë, me pushtu kryeministrinë. Unë ju thash që ky kërkon të ndërtojë një puç institucional ose puç shtetëror quhen, si doni, por do të bëj çdo lloj lëvizje. Tashmë unë isha i bindur që Rama do ta shkarkonte Belinda Ballukun vetëm me një vendim gjykate dhe në asnjë formë tjetër. Format e tjera për Ramën ishin të papranueshme. Ju kam thënë gjithmonë për të mbrojtur kokën e vet, jo nga pikpamja e SPAK-ut, jo nga pikpamja e akuzave që mund t'i ngrihen, sepse akuzat e tij janë të ngritura tashmë në SPAK, nuk është se Rama nuk është në SPAK dhe nuk ka akuzat e gatshme në SPAK, por për atë pjesën e klaneve, asaj që ju kam thënë gjithmonë lufta rrugës, dhe ai ka hallin e kokës vet, jo të nga pikpamja e përplasjes së bandave, jo me drejtësinë, themi. Kështu që ky ishte hapi i duhur që bëri SPAK-u. Unë lajmërova që pas ditës hënë, domethënë javës, fillim të javës, SPAK-u do marrë një vendim të tillë, një kërkesë të tillë drejtuar kuvendit. Gjykoj që Rama do të lëvizi prapë, do mundohet ta shtyjë, pasi me datë 18 kuvendi e ka seancën e fundit për të sesion, por ka dhe një moment tjetër ku kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit në momente të veçanta, në raste të veçanta ku kuvendi thirret në mënyrë urgjente jashtë seancave, domethënë të planifikuara. Kështu që do të shohim se si do zhvillohet, por gjykoj gjithmonë që ai do përdori të gjitha forcën e tij, tashmë do të hedhë gjithë bateritë e tij kashi partisë tij tashmë. Votave deputetëve të tij, të cilët do votojnë, por nuk besoj dhe nuk gjykoj, duke pas parasysh edhe përplasjet e brendshme që kanë filluar në Partinë Socialiste, nuk gjykoj se deputetët 100% të deputetëve do t'i binden në urdhrit të Ramës për mos lejuar domethënë ndalimin dhënien leje për arrestimin e Belinda Ballukut. Kemi 50 deputetë të opozitës që vetëm në Luiçin Menç nuk e votojnë ose mungojnë në sallë dhe aq duhen 21 deputet tjerë pastaj të maxhorancës për t'i heqë imunitetin Belindës. Kështu që e shoh gjë të mbyllur, si çështja është e mbyllur, çështja e kohës dhe sa do mundohet Rama tashmë të krijuar të artificet e veta për ta shmangur, për ta shtyrë, për ta bërë. Mos harrojmë se ishte deklarata e Ramës e soshme më bëri për që SPAK-u nuk do ketë më mandat të shtyrë, domethënë mas 9 vjeçit nuk do ketë më mandat të shtyrë.
ky mundohet t'i japi atribute vetes sikur ky do jetoj i përjetshëm aty, sikur e ka marrë me tapi, sikur vetëm ky është dhe s'ka njëri tjetër, në të njëjtën kohë që ti është mbledhur rreti, është mbledhur laku, kur thot populli është mbledhur laku në fyt. Ju kam thënë që Rama gjitha lëvizjet po i bën për vete dhe jo për Berlinën. Berlinën thjesht nuk e heq dot për arsyet e klaneve, ndërsa lojërat i bën për testu për veten e vet. Duke e ditur shumë mirë, unë i qëndroj gjithmonë besnik se Rama ta zgjedhi ku do e bëj burgun, do e bëj këtu apo në Amerikë, sepse siç është plani B për Berlinën, domethënë siç u shfaq plani B për Berlinën që unë kisha paremëruar, ashtu është edhe plani B për Ramën, nëse dështon plani A, edhe Rama ka një plan B. Janë të përgatitura gjërat, ju kam thënë sa herë për sa kohë FBI-a dhe amerikanë ndodhen tashmë pak nuk ka mundësi dhe nuk ka asnjë lloj ide, domethënë mund t'i shkojnë në mend njeriu se mund të dështojë në politikën e tij dhe në atë çfarë ata janë investuar kaq shumë. Po nuk ka e rëndësishme është se nuk po pritet, domethënë siç u trumpetua që pritet që drejtuesi i ri i SPAK-ut do bëj këtë e do bëj atë, këtu nuk ka rëndësi, këtu është lineare, gjëja është lineare, qoftë Dumani, qoftë kush doj, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Do zbatohen të gjithë ato dosjet të cilat janë aty, janë të bëra gati. Dhe sot ishte përsëri ishte një arrestim tjetër i ARSH-s, drejtoreshës së ARSH-s, zëvendësi i saj e punëtorët e saj, domethënë ka një ecuri shumë të mirë për sa i përket krimit të organizuar, drogës, pastrimit parave. Këto janë tre gjërat kryesore tashmë që SPAK-u po i godet. Qoftë grupet kriminale të cilat janë droga e pastrime parave, qoftë edhe krimi organizuar. Por mos harroni dhe ja u ripërsëris edhe një herë që pavarësisht nga lotet, abuzime që janë për lotet apo për tunelin apo këtë është porti i Durrësit ai që do i haj kokën edhe Ramës. Zoti Merkoçi në fakt pati një reagim të ditën e sotme të kryeministit Rama ku në duke i kishte një lloj, po themi, sinjali që ai nuk do ta miratoj kërkesën e SPAK-ut në kuvent për të hequr imunitetin e Belinda Ballukut. Mendoni që një gjë e tillë mund ndodh pas presioneve që mund të vinë ndoshta nga amerikanët, apo mendoni që Rama do leti lirë të vendos lidhur me këtë kërkesë? Unë ju thash që 50 mandatet i ka PD, domethënë 50 deputet i ka PD. Duhen thjesht 21 deputet tjerë të cilët do votojnë. Rama ju thash që do të bëjë të gjithë të mundur, të gjithë atë përpjekjen e tij për të ushtruar presion kashi deputetëve të tij, duke ushtruar presion mbi dosjet që ata kanë në SPAK, dosjet që do hapen apo që janë rihapur dhe janë në proces në SPAK. Rama do luajë me dosjet e tyre, do t'i kërcënojë me dosjet e tyre. Rama do të përdori atë shprehje që po i ka unë do ju marr zvarr gjithë. Dhe realisht ashtu është, po iku Rama do ikin gjithë, do ikin zvarr, por nuk e kam atë ndjesinë se 100% të deputetëve të Ramës nuk do ta votojnë heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Do ketë disa që mund ta pranojnë apo ato grupi ngushtë i tyre, por nga 83 deputet thjesht bindur që nuk besoj se do ta pranojnë atë sfidë që Rama kërkon, duke qenë parasysh tash jo se ata i trëmben ambientit ku jetojmë, por i trëmben gjithmonë ndërkombëtarëve, i trëmben sidomos FBI-s dhe edhe Amerikës. Por unë ju thash se Rama do bëj këtë lloj lëvizje, se mos harroni kur kemi diskutuar për Belinda Ballukun, kam thënë që është një test i Ramës që po bëjnë amerikanët, po luajnë test me Ramën. Në gjithë veprimet është testi i Amerikës që luan me Ramën. Këtu nuk është çështja vetëm ke Belinda Balluku. Prandaj u thash ka një plan B për Ramën. Nëse Rama do arrit ta bëjë dhe këtë, domethënë haptas, do arrit ta bëjë këtë veprim haptas,
Mund të them që ata do kalojnë direkt në planin B për Ramën. Që Rama merret pako postale dhe dërgohet në Amerikë për gjyqin që ka për me Goniganin, edhe Sinaloa që është atje, se është edhe Sinaloa atje. Kështu që nuk besoj se do arrit deri në këtë pikë. Unë kam thënë që Rama është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi që të qëndrojnë atë post në çdo mënyrë, në çdo formë dhe me çdo çmim. Jo kot e kam thënë që me çdo çmim. Ky është çmimi tashmë. Rama këtë e ka pikën nevralgjike të tij, jo të Belinda Ballukut, nuk është çështja thjesht e Belinda Ballukut, por këta deputet, a do ta pranojnë këta që t'i binde Ramës mos votojnë Belinda Ballukut, mos harroni se gjithkush tha që pse Spaku mori vendimin për vetëm heqjen e pasaportës dhe shkarkimin nga detyra dhe nuk mori direkt masën e arrestit. Ky ishte ai testi që përbëhet Kashi Ramës. Mos harroni se Rama në momentin kur ju hoq Belinda Ballukut që ju more pa ndehur, përdori atë shprehjen e famshme që tha Amerika të gjumë me bomba. Ajo ishte një kërcënim Kashi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Apo thash përplasi që kërkoj të bëj me gardën, të shtoj dhe aty, nuk pati mundësi të tjera. Tashmë vim të kuvendi, do jetë kuvendi ai që do ta mbrojë Belinda Ballukun, por nuk është situata si me Olta Xhaçkën, kuptojmë drejt. Sepse opinioni është mbushur tashmë opinioni publik. I gjithë opinioni publik që është në rastin e parë ka deklaruar dhe ka kërkuar në të gjithë intervistat, në të gjithë bisedat e tavolinave, në çdo ambient familjar, të gjithë kanë thënë që pse nuk e arrestuan Belinda Ballukun. Kështu që në këtë lloj trishnie që është ai deputeti që nuk do votoj, ku do shkojë, çfarë do bëjë? Do pranoj që domethënë të dalë kundër vullnetit të popullit, të dalë kundër asaj çfarë po luftohet nga gjithë bota e krimit, i drogës dhe i korrupsionit, pastrimit parave. Në qoftë se do marrin përsipër këtë, pastaj është risku tyre që do përgjigjen ata pastaj për atë çfarë kanë bërë. Ashtu siç do përgjigjen edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese për vendimin që kanë marrë, se do vi dita do përgjigjen edhe ata për atë vendim që kanë marrë. Do t'i nxjerrin edhe ata se ku ishte presioni, kush është ministra që i ulin tryez, qa u bë, si u bë, sa u paguan, apo qa morën, domethënë, si shpërblim për atë vendim. Kështu që gjërat unë kam thënë deri në fund vitit, bashkë kemi diskutuar dhe kam thënë unë presi deri në fund vitit mbyllen gjërat. Nëse nuk mbyllen deri në fund vitit s'kemi gjë dhe koha po tregon se deri në fund vitit do mbyllet çdo gjë dhe vetë Rama ka për të mbyllur deri në fund vitit. Nuk ka se ku shkon. Po e bori dhe këtë thash pastaj është plani B i Amerikës për ta marrë, për ta dërguar në Amerikë para drejtësisë amerikane. Nuk do pyetet më që ky njeri i Kabalës, ky njeri i Sorosit, një organizatë që është shpallur organizatë terroriste të qëndrojë dhe të bëjë ligjin në një vend të Europës apo në të gjithë Europën, kur e gjithë Europa është kalbur në korrupsion. Është kalbur në pastrimin e parave. Janë vjedh fonde të paimagjinueshme për sa i përket Bashkimit Evropian. Dhe ky njeri që është caktuar si ai gojdhënësi i këtyre organizatave të qëndrojë akoma në pushtet. Unë prandaj kam thënë që Amerika nuk pranon që të humbasi. Nuk ka pyet për lider, e për vende shumë të mëdha, jo për Ramën. Do shohim se si do veprojë ky. Do ta ketë edhe guximin që ta bëjë këtë hap. Shoh. Unë them se nuk ky do ta bëjë. Në grupin parlamentare të jeni të bindur që ky do t'i mbledhë gjithë deputetët për të kërkuar që mos i hiqet imuniteti Belinda Ballukut, patjetër. Po a do jenë këta deputetë që do ta pranojnë? Ato klanet aty brenda, po s'është do bashkohen me mendimin e Ramës apo me vendimin që do Rama? Unë them se jo. Tash do shohim. Zoti Merkoçi, ditën e sotme pati disa masa arresti dhe më kryesorja ishte masa ndaj drejtoreshës së Akshit, e cila u vendos në arrest shtëpie. Po ashtu,
nga dosje Spagut mësohet se për tenderat e Akshit, disa biznesmen kanë bashkëpunuar me një zëvendës drejtor policie për të rrëmbyer dhe për t'i bërë presion një biznesmeni tjetër i cili ishte futur në tenderat e Akshit. Si e gjykoni këtë masigurie dhe çfarë po ndodh realisht me Shqipërinë kur kemi që edhe zëvendës drejtori i policisë, i cili në fakt duhet ishte për të ruajtur rendin, është i përfshirë në ngjarje të tilla? Jo vetëm zëvendës drejtori i policisë, por këtu janë edhe drejtorët, këtu janë edhe shefat e krimeve, shefat e komisariateve. Ke prokuror, edhe pse kanë kalu vetimun. Ke gjyqtarë, edhe pse kanë kalu vetimun. Që i ke të përfshirë. S'ka e Kroçani kanë nxjerrë shumë gjëra. Dhe të gjitha këto veprime që bën Spaku, falë edhe bashkëpunimin me Dejan, sidomos me Dejan, për sa i përket këtyre dosjeve, këtyre kapjeve, dhe qëndrimi i FBI-s në Spak, i ka dhënë forcë Spakut. I ka dhënë forcë Spakut dhe kanë marrë atë vendimi për pastrimin e këtij vendi. Sepse janë prek edhe këtu nuk është problemi se po pastrohet Shqipëria dhe po bëhet Shqipëria. Ta kuptoj pak më drejt, janë prek edhe interesat e Amerikës, apo themi dhe interesat e NATO-s. Pse? Sepse porti, jo pa qëllim them porti i Durrësit është do ja haj kokën të gjithëve, se tek porti i Durrësit për shembull janë prek interesat e sigurisë të NATO-s dhe vetë Amerikës. Po kemi portin e Vlorës, aeroporti i Vlorës, ku kërkoi u bë ajo skena, ajo loja me Pacollin dhe me atë tjetrin, u bë gjoja një konflikt aty sepse kërkonin me çdo kusht që t'ja kalonin disa olimpiarëve. Unë kam thënë që Rama është i lidhur me kinez, lejeni rus. Rama është i lidhur me kinez, me agjenturën kineze. Dhe të gjithë thjesht shkojnë atje. Me atë kompaninë e famshme që unë kam deklaruar që ka hapur në Francë. Prandaj është edhe misia shumë e madhe me presidentin e Francës. Prandaj janë gjithë lidhjet të shkojnë në Francë. Dhe këto arrestime që u bën janë si pasojë e përgjimeve të këtyre. Dhe këto përgjime kanë ardhur gjitha nga jashtë. Nuk është se kanë ardhur nga këtu brenda. Këtu drejtora policisë, shefa krimesh, i ke që kanë lajmëruar, që kanë bërë, që janë hikur, që janë zhdukur. Njerëz të cilët duhet ishin sot para drejtësisë kanë hikur. Dhe kjo drejtoresh janë bërë të gjithë tendrat aty. Dhe në të gjithë tendrat që janë bërë, mos harroni se janë 20 tendra që janë bërë, që janë ca tendra pastaj që quhen tendra sekret, se nuk e di se ç'janë këto tendra sekret, por janë ato tendra që unë ju kam deklaruar, ajo që firmose që bëri ky me Izraelin, këto quhen tendrat e fshetë të mbrojtjes, si më thonë. Tendrat e mbrojtjes janë tendrat e fshetë, po i ka marrë çuditërisht, i ka marrë gjithë familja kryeministrore. Dhe prandaj nuk dalin dhe nuk gjenden ato. Dhe prandaj nuk ka më njëri që t'i bëjë. Dhe këto janë marrë nga NATO. Jo pa qëllim plasi skandalin NATO. Jo pa qëllim firmat me të cilin Rama ka firmosur, është pezulluar. Mirë, po Rama ka firmosur 2 muaj pasi firma ishte e pezulluar nga NATO. Prandaj them, qofse Rama do bëj pislikun me ballukun, është plani B për Rama. Ky ka prek interesa të sigurisë të NATO-s, të Amerikës. Qoftë me dosin me Golingal, qoftë me portin e Durrësit, qoftë me aeroportin e Vlorës. Këto janë pikat kyçe. Pastaj, loti asaj, këto janë punë të brendshme të themi të Shqipërisë. Po pikat të cilat preket interesat e NATO-s dhe të Amerikës janë pikërisht këto. Pikërisht ajo pjesa e vjedhjes së kompanisë naftës, që ka 20 vjet në Shqipëri, që nuk paguan taksa. E vjedhje galopante, kolosale, jo pa qëllim, ju pa ta thënë, nëse ju kujtohet, nëse do hapësh intervistat e kohën më përpara,
do shohësh që ju kam thënë që incineratori është pikë oqeani. Nuk është asgjë për sa kohë atë që kanë bërë këta. Dhe atë që ka bërë jo këta, po ky vetë kryeministri. Se të gjithë fjetë shkojnë të ky, nuk shkojnë vend tjetër. Kështu që arrestimet e sotshme janë ato spastrimi i pellgut për të ngelur balena, për të ngelur pa ujë, pa gjë. Dhe ky s'ka ku shkon më. Unë jo pa qëllim nuk kam thënë që fundi i vitit do mbyllet kjo histori. Nuk ecën më. Nuk ecën më për sa kohë bota po lufton. Bota. Amerika është fut në luftë për këtë se Europa është e shkatruar. Europa është vetëm korrupsion. Dhe për sa kohë po luftohet droga, po luftohet parat, po luftohet krimi organizuar, patjetër që Shqipëria është çerdhe, ta kuptojnë mirë. Shqipëria është çerdhe e Soros, Palës është çerdhe. Dhe ky është caktu komandant. Ky është caktu ai zëdhënës i tyre. Kashi Amerikës flasim. Prandaj del ky dhe bën ato lloj deklaratash, ato lloj sepse kam mbështetjen e tyre. Se po mos kishte mbështetjen e tyre, ai kishte ikë me kokë, po kam mbështetjen e tyre. Është lufta këtu është. Dhe ky prandaj kërkon tashmë tek populli ta përcjellë atë po formohet shteti prokurorëve. Pra, ai që vjedh kryeministri, zëvendës kryeministra, ministra, presidenti, kryetari i parlamentit, gjithë që vjedhin, nuk ka rëndësi, duhet vazhdojnë punën, duhet vjedhin akoma sepse këta janë pushtet. Dhe ai prokurori nuk ka të drejtë vit ta kontrollojë këtë. E kuptojnë çka koncepti ka hedhë ky apo? Koncepti më idiot. Pra Hajduti nuk duhet të gjykohet për sa kohë është në post. Jo se tjerë nuk e kanë bërë përpara, e kanë bërë. E kanë bërë dhe tjerë përpara. Por nuk ka qenë kaq galopante. Se ka bërë edhe Basha kishte vrarë Gishin për çështje sëmundje, Basha e pushoi gjykimin. E ka bërë dhe Fatmir Mediu. Ka bërë gjitha. Po ky e ka kalu masën. No, ky ka shkel vijat e kuqe themi. Sidomos për sa i përket partnerëve tanë, siç është Amerika. Kështu që këto lloje arrestime që janë bërë sot, këto nuk janë, këto janë shumë të rëndësishme për hetimin, janë shumë të rëndësishme për zbardhjen e çështjes, por nuk është janë pika shumë të forta nëse nuk arrestohet vetë Rama. Këtu është për të kap peshku ku qelbet nga koka, nuk qelbet nga bishti. Dhe këtu është qelbet koka. Këtu e gjithë politika shqiptare është mbërthyer në korrupsion. E gjithë politika shqiptare merret me pastrim parave dhe drogë. Nuk ke këtu politikan që t'jeti pastër, mos jeti lidhur me këtë, me atë, se si u bën pasanik këta. Si u bën pasanik këta, populli varfrohet dhe këta pasurohet. Vjen ministër nga rruga, pastaj del me 7 vila, me 8 vila, me 40 shtëpi, smeret vesh si dalin. Pra, ka janë të lidhë gjithë. Prandaj është edhe kjo lloj drejtësie, që populli nuk merr drejtësi. Se janë gjithë gjyqtarët korruptum, prokurorët korruptum. Tani do spastrohet kjo apo do rri kështu? Po nuk e pranon njeri mes Europës në një vend të tillë. Na lani nga 50 vjet fana ndriçues. Nuk besoj se do ta lejë prapë. Kjo luftë nuk i pëlqen Ramës dhe kanë nxjerrë teorinë e shtetit prokurorëve. Se ky do shtet kryeministror, pa ta thënë, ky kërkon shtet kryeministror, që ky di gjitha, të komandojë gjitha. Po ja që s'mund. Ja që doli ajo që ju kam thënë që Rama nuk ndikon dot në SPAK. Rama ndikode para i viti, nuk ndikon dot më. Me ardhin e Tramit, Rama e ka mbyll me SPAK. Nuk kam më. Le dali kush doj nga këta, që bërtasin në ulërasin, qofte dhe Berisha që bërtet. Që Rama komando SPAK. Nuk e komando Rama SPAK.
Nuk ka forcë Rama. Pat, kur u zgjodh drejtori Spaku që qiti ka çantë gotën e ujtit, për çfarë do të gojta ujtit? Krye prokurorit në pyetje që kishte, ai ishte simbolike. Një gotë bosh, ta solli aty, si su përdora e gotë fare. E nxorri nga çanta. Ai simbolik. Çfarë simbolizon kjo? Ajo simbolizon që kjo është bosh dhe do mbushet. Kjo është kristal, do mbushet. Dhe çdo gjë është e dukshme. Po pse ju mendoni se e ka sjell vetë me kokë vet? Po ja u them unë jo. Ai është për të treguar që këtu kjo është, kjo do mbushet. Se nuk u përdor gota, tu fare, spiu njeriu. Janë ca gjëra që duhet kuptu pak drejt. Jo me retorika, me fjalë. Veprimet e Ramës janë të dukshme tashmë. Sepse ky ka duke kalu, vjen e kuqe tashmë ky ka shpërthy, bën idiotizëm. Ky bën sikur po nuk e çan kokën, sikur takon këtë, takon atë, por realisht ky nuk është më. Sepse këti edhe europianët kanë praktikë. Përveç 1, 2, 3 tjerë të kanë praktikë. Unë pa ta thënë melonin, e keni pa më melonin që të bëhet me këtë, të ulet në gjunjë, të bëhet e njërin të merë doganin i ka prish marrëdhënie. Me Francën e ka, vetëm. Po, Franca dihet, historikisht Franca ka qenë kundër Shqipërisë, që. Anë na kanë ardhur gjithë zezat. Zoti Merkoçi, mendoni që me ikjen e Belinda Ballukut qeveria Rama ka rënë? Si e parashikon po themi këtë qeveri? Nuk është problemi se iku Belinda Balluku dhe Rama. Unë nuk kam thënë, nuk ka problem. Ikën e Ramës u prish skema. Belinda Balluku i ka bërë një prishje skeme Ramës. Prishja skemës ishte ajo që u kam thënë që Belinda Balluku nuk ka qenë për zëvendës kryeministe këtë mandat. Qeverisë të tij nuk ka qenë për zëvendës kryeministe. Ai kishte një tjetër për ta sjellë zëvendës kryeministre. Dhe futja e Belinda Ballukut ti prishi skemën në një farë mënyre. Dhe tashmë problemi nuk e shoh problemin tek Rama, unë e shoh problemin tek organizata. Sepse Rama është pjesa e organizatës, pjesa më deleguar e organizatës, e Sorosit. Dhe çuditërisht Shqipëria është qerë dhe Sorosit. Dhe këtu problemi është do goditet Sorosi. Unë them me rënien e Ballukut, nuk është se bie Rama. Këtu duhet bie Rama për të goditur Sorosin, apo goditet Sorosi dhe bie Rama. Dikush mund ta quaj edhe vulgare këtë se kam dëgjuar ka vrash veshi shpesh herë njerëz të Sorosi, po Sorosi është komunizëm, nuk është asgjë tjetër. Këtu është luftë kundër komunizmit, ta kuptojmë pak më drejt. Sorosi është komunizëm. Këtu është luftë kundër komunizmit. Nuk është luftë kundër një personi. Kjo është luftë kundër kësaj organizate. Dhe Rama, apo s'ra Balluku. Ikte apo sikte Balluku, ne kam thënë deri në fund vitit çështja e Ramës do mbyllet. Nuk hecën më. Nuk hecën më me këtë lloj njeriu, me këtë klamuni. Ky është klam. Se ky është psikopat. Në vetë ky është psikopat. Se vetëm një njeri i tillë mund bëj ato lloj deklaratash. Vetëm një njeri i tillë mund marrë përsipër atë lloj roli në këtë lloj situate që jemi. Kështu që Rama do bëj çdo lloj gjëje për të qëndruar. Dhe nuk është problemi me Spakun. Problemi, pa u them hapur, problemi është me Amerikën, nuk është me Spakun. Spaku do ta zbatojë atë çka ka. Problemi është që çdo gjë është ligjore. Nuk ka gjë antiligjore. Çdo veprim që do bëhet edhe kundër Ramës do bëhet, çdo veprim do bëhet ligjor. Kemi diskutuar që FBI-a ka marrë dhe ka hetu të gjithë fiturimet që ka bërë Rama. Mos harroni se kanë harruar gjithë që ajo era Albania famshme. Ku është? Është mbytur në borxhe.
Turku u tërhoq, aksionet e tij po i shet. Ato satelitet e famshëm, ku janë o zot? 6 milion euro janë hedhë për ato satelitë që nuk di askush asgjë. Pra, po ato satelitë nuk ishin për Shqipëri, unë kam thënë atëherë kur hodhi satelitë ty. Këto satelitë nuk janë për Shqipëri. Këto janë satelitë që i donte organizatat për t'i përdorur për veten e tyre. Dhe pra ne po them ka prek edhe interesat e Amerikës dhe të NATO-s. Dhe këtu është Rama që bjen. Nuk bjen për Belinda Balluku, se ra Belinda Balluku apo s'ra Belinda Balluku, ashtu s'pyet për njeriu. Po tjetë për këtu. Nuk pytaj, me këtë lloj opozite nuk pytaj. Dhe opozitë që firmosin Sorosin e firmos, opozita firmos për njerëzit e Sorosit. E që qa frikë do kete? Atë për këta nuk i hyj gjem komati. Këtu problemi është ka Amerika, dhe. Po na shef në këtë lloj drejtimi, unë them se po na shef për sa kohë është i vetmi vend Ballkan dhe në Europë që FBI-ja qëndron këtu. Edhe DEA qëndron këtu. Dhe gjithë informacionet vijnë këtu. Dhe italian janë via lidhëse e Amerikës me Shqipërinë. Se gjithë informacionet vijnë nga Italia. Belgjika po. Ju e pat vendimin e Belgjikës për ta Toyota Yaris. Ishte skandaloze. Që ata i quajnë gjë të madhe, këtu dënojnë me 2 vjet. Dhe këtu Rama i kishte kap, po, patjetër. Po janë të ndërkombëtarë që qysh zoti që dhe ardha e republikanëve në Amerikë që lëvizin gjonat. Se po t'ishte bitini atje s'kishte për të lëviz asgjë. Rama do vite jo 2030, sa thotë e 2050 më do rritë. Pra ne po them, nuk është çështje se a iku Balluku dhe sa nuk zë vend se ky. Ky nesër hikën Balluku, pastaj ve atë Zeqinen e ve zëvendës kryeministit. Ka turp ky, ka faqe ky, çan nxihet ky për kjo pikë. Unë nuk do të afirmosi ai kapteri i presidencës. Nuk dhe votojnë delet e veta që kam në parlament, manikinët. Ja votojnë gjithë ata. Ata 1 pikë kanë që do, atë që ju thash më parë, 1 pikë kanë. Për çështjen Balluku, do ja heqin apo s'do ja heqin? Do e ngrenë kartonin apo s'do e ngrenë? Unë them se do e ngrenë. Pjesa dërmuese të pak. Zoti Markoqi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju.